Banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkaqe shëndetësore. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve, lexoi Danja. Në spektaklin e mbrëmjes së sotme është komentuar largimi i saj nga të gjithë banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por i pari që u pyet nga Ledion Liço dhe që u pyet ishte Gjesti. Ledioni e pyeti se si ndihej, por gjithashtu e pyeti se pse po lotonte sot pas dite. Nuk jam mirë, jam munduar ta mbuloj me të qeshura. Kam lotuar për shumë sene, s'më ka bërë mirë ikja e saj, se po më mungon, tha ai.